dua të kaloj pak tani nga pjesëmarrja juaj, kemi dhe foto, siç e përmenda, jeni kthyer nga 4 kongrese të rëndësishme në botë. Temat që janë diskutuar, rrezikët më të mëdha këtë vit në dermoestetik dhe çfarë ndjesie është të përfaqësosh Shqipërinë në këto evente botërore dhe të jesh lektore? Në fakt, kjo ka qenë një ndër sfidat e mia dhe unë kam pasur në karrierën time një ndër qëllimet e mia për të, si të thuash, për të përmbledhur dhe gjitha të pjesën e karrierës time, se çdo njeri vjen një moment që do që ato çka ka mbledhur gjatë jetës. Dhe unë eksperiencën time 25 vjeçare e kam ndarë në kongreset më të rëndësishme të dermatologjisë dhe mjekësisë estetike, dhe faktikisht kanë qenë të vlerësuara në mënyrë superiore, dhe jam shumë e lumtur që puna ime është ndjerë e vlerësuar për rezultatet që unë kam arritur me pacientët, pasi shohim shumë momente dhe nga konferenca eksperiencën tënde, apo të jesh autodidakt dhe ti marrësh thjesht nga literatura, ne marrim të rejat më të fundit, marrim studimet më të fundit, por këto i fusim në praktikën tonë të përditshme dhe të gjitha këto i sjellim si mënyra, opsione që pacientët tanë, jo vetëm Shqipëri, po kushdo të ketë mundësi. Tashmë unë jam edhe në një platformë shumë të rëndësishme, ku janë 50 mjekët që merren me mjekësinë estetike, më të dëgjuar në botë, ku më kanë ofruar që unë të ofroj eksperiencën time dhe trajtimet që unë ofroj me pacientët e mi, duke u nisur nga edhe rezultatet që unë kam patur. Duke shpërndarë, si ndryshon, ose çfarë ndryshimi ka perceptimi i të bukurës i kujdesit estetik nga një kontinent në tjetrën, dhe ku jemi ne si vend me profesionistët tanë krahasuar me eksperiencat e dermoestetistëve në përbot që ke vizituar? Faleminderit për këtë pyetje. Në fakt, ne në Shqipëri kemi ecur goxha mirë. Unë mbaj mend rrugtimin tim që në vitin 2000, tani shikojmë që këto 5 vitet e fundit ka shumë, veç se në Shqipëri ka një diçka gabim, që gjithkush e aplikon, ka lazera, ka medical device, të cilat ato duhet jenë vetëm në duart e mjekëve specialist. Kryesisht në botë janë ligje që duhet t'i aplikojnë dermatolog, kirurg plastik automatikisht. Çfarë ndodh në Shqipëri ndërkohë që nuk ka një ligj të tillë? Ne si shoqat faktikisht kemi kërkuar në ministri dhe mendoj dhe ata janë duke punuar për të adaptuar ligjin, për të bërë shtesa mbi ligjin, pasi është mëse e nevojshme, pasi ne themi gjithmonë mos dëmto. Duke qenë se shumë janë shtuar rastet e komplikacioneve nëpër pacient, më vjen shumë keq që thjesht njerëzit kur nuk dini marrin përsipër dhe bëjnë gjithologun, pasi nëse ti do të hapësh një biznes, të paktën bëje me etik dhe bëje me dignitet dhe integritet, sepse nuk mund të marrësh përsipër diçka që ti nuk i jep dot zgjidhje dhe ta lësh pacientin në mes të rrugës. Pasojat cilat janë? Se shohim njerëz që pa diskutim ti mund të shkosh edhe në dëmtim të dëmshme. Po mund të, ja, dje për shembull kisha një rast që kishte një cikatrice të hunda nga mbushja me fillers, apo ti mund t'i dëmtosh shikimin, apo mund të dëmtosh nekroz, japësh nekroz të indeve, që ai ind nëse ti nuk e vaskularizon po në kohë dhe t'i japësh ai vdes, apo djegje nga lazeri, apo nekroza, dëme të parikuperueshme, dhe është për të ardhur keq, jo vetëm puna e ligjit që duhet bërë, që është mëse e nevojshme, tashmë, por unë mendoj dhe ndërgjegjësimi i njerëzve. Njerëzit duhet të kuptojnë që nuk është çmimi i lirë ai, sepse si thot anglezi, s'jam aq i pasur sa të blej gjëra të lira. Në qoftë se ti do me këtë i kemi dhënë gjithë shpjegimin e duhur. Duhet të flas pak për kongresin e 14-15 qershorit, se është një kongres që mezi e ke pritur për gjatë gjithë vitit, kush do të marrë pjesë, kë keni ftuar, përse zhvillohet ky kongres dhe sa mirë që si samitet që vinë liderët europianë në Tiranë, vinë edhe shkenca hajka e dermatologjisë në Shqipëri. Faleminderit, drejt me thënë, në këtë moment ndihem shumë krenare që ta janë mjekët më të dëgjuar që janë në kongreset më të rëndësishme në gjithë botën, janë akademik, bëjnë libra, bëjnë researche, mësojnë brezat e arshëm dhe janë mjekë të cilës shumë nga ato gjëra nuk bëhen fare në Shqipëri. Dhe jam shumë e lumtur që ata e pranuan ftesën time, pasi duke qenë se Shqipëria tani po
përfaqësohet, reklamohen, janë dhe kurios, por duan edhe një njeri të sigur, si i thonë, dhe të besojnë që ata të vinë. Dhe jam shumë e lumtur që 14 mjek do vinë për herë të parë, sepse ne kemi pasur 4, 5 dhe 7 mjek vjetë, të gjithë janë akademik dhe lektor të shquar, por si vjetë janë 14 s'ka ndodhur asë një herë që në një event... Si ke bindur që të vinë, sepse këtë gjë organizon vetëm ti me iniciativën tënde dhe private? Po është një misi që ti krijon ndër vite, misi dhe respekt që ti krijon ndër vite, dhe mendoj që dhe ata kanë dëshirë, sepse jashtë njerëzit janë shumë të hapur dhe kanë dëshirë të ndihmojnë njerëzit që kërkojnë. Sepse ti duhet të kërkosh dhe me përullësi, nuk ka nevojë të jesh arrogant, ne kemi nevojë të mësojmë. Po ku ka më mirë që ata të na vinë në Shqipëri? Të japin eksperiencën e tyre dhe një lloj bashkëpunimi mjekëve tanë me të huaj për ta çuar përpara trajtime dermoestetike. Ne ndërtojmë mura dhe normalisht ti të shkosh në një kongres europian apo në IMCAS, taksa e regjistrimit shkon nga 600 euro deri 1000 euro. Në Amerikë është 1500 euro që ti të futesh të mësosh të rejat e fundit, por që janë këta profesorë të gjithë që po vinë në Shqipëri. Dhe unë shpresoj shumë që dhe institucionet të na mbështesin, ministrit, sepse mendoj që këta janë dhe ambasadorët që do të çojnë dhe përshtypjet për Shqipërinë në vendet e tyre, sepse janë nga 8 vende të ndryshme, kemi nga Dubai, nga Izraeli, nga Amerika e Jugut, nga Kili, Polonia, Rumania, Gjermani, dhe vendet e rajonit të gjithë, dhe vendet e rajonit, për të kuptuar se si, çfarë perceptimi ka secili kontinent për këto tema. Do jenë lektorë që do mbajnë fjalën e tyre për tema të ndryshme dhe risit më të fundit në fusha të tilla. Po, dhe jo vetëm ajo, ne do kemi dhe 5 workshope, pra do kemi demonstrime live që mjekët të mësojnë dhe ti sjellin të gjitha këto tek pacientët e tyre, gjithë këto aplikime. Duke qenë se këtu keni ftuar edhe dermatolog shqiptar, a ka një konkurrencë, një lloj, se jo, në çdo fushë ka dhe ato xhelozit? Ne kemi kirurg dhe dermatolog. Si ke gjetur bashkëpunimin me mjekët e kirurg dhe dermatolog shumë të njohur. Unë mendoj që kur mora nismë për themeluar të shoqat, vizioni im ka qenë i gjithë përfshirjes. Unë nuk mendoj që duhet të ketë xhelozi, unë mendoj që duhet të kemi kontribut. Në qoftë se ti je pjesën tënde më të mirë dhe ke dëshirë. E keni gjetur këtë? Po, unë mendoj që ne e kemi gjetur. Dhe jam shumë e lumtur që kam kolege shumë të mira në krah, që kemi një bord shumë të mirë dhe njerëz të cilët na mbështesin, sepse mendoj që ka ardhur koha që ne duhet të ecim në një hap me Europën, dhe siç kërkojmë të jemi pjesë e Europës, dhe kjo pjesë duhet të jetë integrimi dhe në shkencë dhe sigurimi i pacientit dhe ofrimi një shërbimi më të mirë, ashtu siç e meriton. 14-15 qershor, apo jo, e ardhur Enkas nga Chicago për të dhënë këtë kontribut dhe për të zhvilluar këtë event të rëndësishëm, i cili bën bashk mjek të njohur, akademik nga fusha të dermatologjisë dhe të estetikës, për të mbajtur workshope, për të biseduar, për të trajtuar tema dhe risit më të fundit në këtë fushë. Shumë suksese, di që është një punë kolosale, po ja që erdhi më në fund dita për t'i dhënë dhe finalizimin dhe kurorën e merituar të Latis. Unë ftoj kush dëshiron që të kontriboj për të mbështetur, apo edhe për të mbështetur, sepse normalisht një kongres kërkon edhe kostot e veta, dhe unë mendoj që kush dëshiron mund të na mbështesi për ta bërë një event spektakolar që dhe ne të tregojmë mikpritjen e shqiptarëve ashtu siç jemi ne. Po tjetë edhe në traditë përvitshme për të organizuar. Unë të uroj dhe një shumë suksese dhe faleminderit për prezencën këtu në Rezen ton. Do t'japim të tjera këshilla që lidhen me ndihmën e parë minuti artë të shumë i rëndësishëm për të shpëtuar jetë. Pas pak.